Që nuk më shikove si një fund, ti më shikove si një fillim. Besa ime ka histori që nuk shkruen vetëm me fjalë, ato shkruen me dhimbje, me lot dhe me mrekulli. E jona nuk fillon në një takim të zakonshëm, e jona fillon aty ku shumë histori mbarojnë, në një dhomë spitali, me dritat e zbeta dhe erën e lam të mirës. Unë isha aty, i shtrirë, i dobësuar, i lodhur nga një luftë që po e humbja. Dëgjova fjalë që askush nuk duhet i dëgjoj kurrë, nuk kam më shpresë. Mjekët kishin provuar gjithçka. Ilaqet kishin humbur fuqinë. Çdo ditë ishte më e rëndë se tjetra. Çdo natë më e gjatë se jeta. Familja ime mori një urdhër të heshtur. Çojeni në shtëpi, jo për të çoruar, por për të përshëndetur. Dhe unë u ktheva. Jo si një njeri që po jeton, por si një njeri që po jep lam të mirën kësaj bote. Provuam shpresën e fundit edhe në Turqi, edhe atje mjekët thanë të njëjtën gjë, me të njëjtin zë të ftohtë. Nuk ka shanse për shpëtim, vetëm një mrekulli mund ta shpëtoj. Dhe unë u ktheva përsëri pa asnjë mrekulli dhe shpresë në horizont. Por Zoti kishte shkruar diçka tjetër. Sepse në anën tjetër të perdeve, mbrapa gjithë atyre ditëve të errta e të vështira, ishe ti. Ti nuk erdhe si rastësi. Ti erdhe si përgjigje e lutjeve të shumë njerëzve. Takimi ynë i parë nuk ishte thjesht takim. Ishte përplasje fatesh të shkruar në qiell para se të lindnim. Ti erdhe nga kurreshtja për të parë një njeri që po luftonte me vdekjen. Por ajo që ndodhi aty, brenda atyre syve të tu, ishte ndryshe. Që nuk më shikove si një fund, ti më shikove si një fillim. Dhe kur të pash për herë të parë, besa trupi im dridhej nga sëmundja, por zemra ime dridhej nga emocioni. Ai moment nuk ishte i zakonshëm, ai moment na lidhi për gjithmonë. Kur të gjithë kishin humbur shpresat për mua, ti nuk u dorëzove. Kam parë botën besa, kam parë dete, qytete, njerëz, por nuk kam parë kurrë një zemër si e jotja. Në jetën time kam parë shumë, kam kaluar në përvende ku frika ishte e përditshme, ku jeta dhe vdekja ndaheshin me një fije të hollë, ku për 20 vite me radhë kam shërbyer në misione të rrezikshme në vatrat më të nxehta të krizave. Kam parë dhimbje, kam parë sakrifica, kam parë njerëz që humnin gjithçka, por mes gjithë asaj errësire, një dritë më ka udhëhequr gjithmonë dhe e din ti se kush është ajo dritë. Falenderoj Zotin sepse në mesin e gjithë atyre stuhive më dha ty. Më dha një zemër që nuk u lodh kurrë duke dashur, një shpirt që nuk u thye kurrë duke pritur, një grua që e mban shtëpinë tonë të ngrohtë dhe kur unë jam larg në vende ku shpresa shpesh duket si një luks. Falenderoj edhe njerëzit me të cilët kam shërbyer për këto 20 vite, burra e gra të fortë që ndanë me mua rrezikun, sakrificën dhe përgjegjësinë. Por mbi të gjitha, ata më siguruan një pilulë që bëri mrekullin dhe faj Zotit sot jemi bërë bashkë e kemi krijuar familje. Profesioni është arsyeja që unë largohem ndërsa ti dhe fëmijët jeni arsyeja pse kthehem. Ju jeni lutja ime në çdo natë të errët. Ti je paqja ime në një botë plot zhurmë. Ti u bëre shpresa ime. Dhe kur shpresa ishte zhdukur plotësisht, ti më mbajti me besimin tënd, me lutjet e tua, me zërin tënd që më thoshte. Ti do të jetosh. Faleminderit që më bëre burr dhe baba. Të dua besa jo vetëm për atë që je, por për atë që më bëre mua të jem. Dhe për çdo gjë që kemi ndërtuar së bashku, për Enolën, për Kevin. Faleminderit Zotit që më dërgoi një njeri si ti. Gjithmonë joti, Shabi.